Po imagjino tash. Xhelozoj kjo pse e merr vëmendjen Selini. Jo, e xhelozon pse e merr vëmendjen çdo njeri. Ajo, po. Prandaj thash, boll, briki, sepse nuk e asnjë kamerë të drejtuar nga ty, sepse unë e di që ti duhet të qeshësh aty. Qa bëj unë ja këtë? Po, shumë. Është vërtet. Ke strategjia e saj, pa tjetër. Shiko tani, që ka dalë e preferuar, do bëhet delulu fare. Po është bërë. Edhe ka vetëm për të... Sa atë më tha? Për kot. Atë më tha. Tani ka vetëm ka për të marrë për kot ajo. Leta marrë. Edhe Iliri ju këthe kundër dhe i thash të kam thënë. Jo, pse më e birë? I thash nuk është se ke diçka me mua. Unë thjesht të kam bërë të qartë. Ti zilë bësh gjë tjetër këtu, i thash. Unë bësh vetëm dadon dhe mirëmbajtësen. Edhe këtë... është shumë falso. Edhe i thash, mos më bërë mis drejtësia me 100 standarte. Po 100 standarte, 100 fytyra se qa më gatroj. Po 100 kamera janë, i thash, tregon nga një fytyrë se cila kamera. është super fake, gjyja. Sepse dhe me Stenaldin është super fake e gjithë gjyja. Komplet e stisur. Ja tha dhe Monika, dhe më thënë, absolutisht, ndoshta ajo mund të kesh idenë që ti e bën nga mirësia, po pastaj bëhet super e stisur, përderisa dhe i zoti punës e vreti këtë gjë. Unë shpresoj shumë që... Unë e kam ndihmuar deri aq sa do ai të ndihmohet. Unë thot, kaq. Unë shpresoj shumë që njerëzit të arrin ta shikojnë. Patjetër. Kaq. Por përderisa ka dalë preferuar, ndoshta e kanë parë ashtu siç do ajo. Edhe mbas. Pikërisht. Ama tani që jam gjeri fytyrën... Por të shiqimin të ranë, nuk mund të bësh për një gjë që nuk të përket ty. Është njësoj si kur unë të shfrytëzoj atë rastin tëndë. Më kupton? Që të thash, që the mos e shfrytëzoj. Nuk është çështja ime ajo pjesë. Dhe nuk më përket mua.